Thot Allahu madhruar në vazhdim të ajeteve të surës Al-Kahf, duke na treguar me tej rreth historisë së djemve të shpellës, thot: "Wa kadhalika a'tharna 'alayhim liya'lamu anna wa'da Allahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha." Që do të thot, kështu ne u mundsuam njerëzve që të bien në gjurmët e historisë së tyre për të mësuar se premtimi i Allahut madhruar është i vërtetë dhe se çështja e ditës së Kiametit nuk ka dyshim në të. Thon komentues të Kuranit, Allahu madhëruar nëpërmjet këtyre fjalëve do të na tregojë se përveç atij qëllimit përgjithshëm për treguar për historikun e sakrificës së besimtarëve në lidhje me besimin e tyre dhe gjithashtu për ruajtjen dhe mbrojtjen e Allahut madhëruar në lidhje me pasuesit e besimit në çdo vend, në çdo kohë, përveç këtij qëllimit përgjithshëm, Allahu madhëruar nëpërmjet kësaj ngjarje ka edhe dy qëllime tjera. Qëllimi i parë është se Allahu madhëruar do të largojë paqartësitë e besimtarëve në lidhje me ringjalljen. Dhe se këta djem, në momentin kur ata u zgjuan, populli i tyre ishte besimtar, e besonin në ringjalljen, ama kishin paqartësi në lidhje me mënyrën e ringjalljes. Nëse do ringjallen vetëm me shpirt apo me shpirt dhe trup. Dhe kështu Allahu madhëruar me këtë shembull konkret u tregoi atyre se këta djem, pas zgjimit të tyre nga i gjumi i gjatë i cili i ngjan vdekjes, kështu ata do të ringjallen pas vdekjes së tyre në të njëjtën mënyrë, me shpirtat e tyre dhe me trupat e tyre. Dhe kështu është përmendur kudo që përmendet çështja e ringjalljes në Kur'an, siç thuhet në ajetet e surës Yasin, "Men yuhil 'idhama", thot Allahu madhëruar kur e pyesin profetin sallallahu alaihi wasallam, "Men yuhil 'idhama wa hiya ramim", të pyesin njerëzit se kush do të ringjall kockat e brejtura kur të jenë të coptuara në tokë, dhe atëherë Allahu madhëruar i përgjigjet dhe i thot: "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra", thuaj o Muhammed njerëzve se ato do të ringjall ai i cili ka krijuar herën e parë. Dhe gjithashtu Allahu madhëruar përveç këtij qëllimi na tregon edhe për një qëllim tjetër, dhe që është konfirmimi i ditës së Kiametit dhe orës së fundit të dynjas. Dhe se kjo ditë, duke qenë se është pjesë e gajbit dhe e besimit në të fshehtën, ka nevojë që të përkujtohet për të me të besimtari. Siç u përkujtua me të edhe Musa alayhis salam në momentin e parë që ka folur me Allahun madhëruar, dhe atëherë ai tha: "Wa inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Dio Musa se ora e fundit të dynjas është duke ardhur për të shpërblyer çdo njeri me atë që ka punuar.